përveç adhurës së librit, mirë se erdhët në natën e 5 dhe të fundit të panelit të librit, panelit tradicional të 17 në radhë, prizreni 2025. Qëllimi i organizimit të këtij paneli dhe krijues dhe letrar, historian, publicistëve, në këtë mbrëmje është që publikut dhe lexuesit t'i afrojmë autorin. Pa marrë parasysh, edhe pse kemi dokufesin, kemi dasma shqiptar, që them ne, jemi kënaqur për këto 5 natë kemi pas audiencë. Shpeshherë thosha edhe një lexues më ardhi me ndëgju një promovim të librit për mu edhe për autorin është kënaqësi. Faleminderit që erdhët dhe s'është për mu. Sonte do të bëjmë 2 biseda. E para është me Vlora Rexha Morina, poete nga Prizreni, i cila ka disa vite që me një vrull të madh shpërtheu në letërsinë, jo vetëm prizrenase, por edhe kosovare. Kam pas rastin në Vlorën themi në disa orë letrare, të bëjmë edhe emisione, dhe me të vërtet është kënaqësi për mu si autor në moshë dhe gazetar të prezantoj një autore të re, e cila solli një freski në poezinë tonë shqipe, kënë mendimit të poetit tonë të madh Adem Gashit të Ndjerit dhe Eminit nga Prishtina. Për nduke se shumë lartëm, Vlora Rexha Morina është nënë e 3 vajzave, ka kryer 2 fakultete dhe faleminderit. O shëndërvanit apo në dyqanit? Faleminderit. Dhe shkruan poezi që nga Veçlia, mirë po shpërtheu, si thash, para disa vjete, dhe kjo është libri që do të bëjmë sonte promovimin e librit. Vlora, pse me poezi? Përshëndetje, një falenderoj shumë për ftesën. Ju përgëzoj për këtë aktivitet kulturor kaq bukur të veçantë, që më bëhet në qytetin tonë kaq të bukur të Prizrenit. Pse poezia nuk e di, ndoshta kanë diku shkrimtar që kam lexuar kur kam qenë më e vogël dhe normal se poezia është shpesh herë them, fryma ime me shpirtit e hedhur në letrën e bardhë. Është një farë ndjenje shpirtërore që domethënë më ndjek çdo herë nga pas. Është domethënë gjuha e zemrës me të cilën kam domethënë komunikim me botën e jashtme, me lexuesin, me të tjerët. Pasi ta bëj pyetjen e dytë, hajde ta ndëgjojmë një poezi, pasi do të vazhdojmë. Poezia ime e parë që kam përzgjedh, më pëlqen shumë sepse ka marrë disa çmime, 3 çmime domethënë. 3 herë është e vlerësuar me çmimin e parë dhe titullohet Diku. Diku. Ndërbuz më rinata, fshehur kafshon ngulqimet shpirtit illnak. Diku. Koleksionohet ferri, mozaik dhimbjesh gjymtyrët e trupit tim. Diku, horizontalisht trihet qielli, në thundra kuajsh diqet vrapi im. Diku, hana kreftokët në pasqyrat e botës. Në netës shekspiriane, ëndra ka profilin e etjes. Diku, si kortezh takohen aerodromët e shpresës, atje ku më të katohen puthjet. Demonët të shirave lëngojnë besën e përjetësisë. Faleminderit, Vlora. Unë desha të them, po sa e para, kjo poezi ka fituar 3 çmime, ka dhe çmime tjera që ka fituar Vlora në për konkurse të ndryshme dhe në për orë letrare. Mirë po, shumë poezi të Vlorës janë të shkurta, dhimbët lapsi që i bën të shkurta, apo
Poezia në fillim e kam shkruar në mënyrë tradicionale, do të thonë se si shkruhet dhe vargu klasik dihet, me rima, por mandej, do të thonë duke u pjekur në shkrimtarët e tjerë, do të thonë duke u bërë pak më. Dhe kam filluar të shkruaj vargun e lirë, më pëlqen shumë. Poezitë e mia janë më lakonike, do të thonë thuhen me shumë, me pak rreshta, por me shumë kuptim. Ashtu po mendoj me arrit atë qëllim, me arrit tek lexuesi. Mandej nuk e di vargjet e mia, do të thonë, janë të shkruara në mënyrë që lexohen vetëm për vete e nuk lexohen për vesh publike, do kupton. Nuk janë shumë në to, poezitë, do të thonë që i shkruaj janë me metafora të thella, nuk e di, përdori shumë simbole, gjitha figura stilistike, më pëlqen shumë të ndërthehem, sepse non-stop, do të thonë, unë çdo herë shkruaj për botën time të brendshme, atë shpirtërore, tematikën time individuale, mandej tematika të tjera që i kam, do të thonë, për dashurinë, sidomos shkruaj shpesh, edhe gjona të tjera, do të thonë, ma prekin shpirtin, po në mënyrë ma vrojnë edhe mendin edhe shpirtin. Dhe ato i hedh në vargje, po. Vargje. Ka 2 vjetë ishëm në muzhet e Prizrenit dhe edhe në disa miqësmi poet, ishe Adem Gashi në Sëfitot, sa gërënës përdu me taku Vlora Reqe në Mëri. Thot, që ku është Vlora? Për e qyrë, jo më kjo qenë ka rejtë shumë. Poezitë që këmë lezu, po më duket se ka një provoj bukur të madhe, të shqyrë që urda, Vlora pëllë. Tu folë me deva frojë mini. S'po du me të du, po du me të rëgu realitetit. Tha kjo është Vlora, thash po kjo Vlora. Tha për në le pa gjumë, kur po përstën poezi. Thash mirë që përini pa gjumë, ju shkrimtartë, po flasë për vete, për shkrimtartë. Linë mësë natën me pënu, atë e rri pa gjumë edhe inspirohu. Vlora, të ishë nanë bashorët dhe poetën. E ke bunën, Janinën edhe Ujanën. Si mundet Vlora të arrinë të gjitha këto? Të jetë ambishe e mirë, të jetë nanë e mirë, bashorët e mirë dhe poetë e mirë. Po, jari se jam nënat dijen çka sakrifikojnë për fëmijë, dhe çdo kush që ka përjetuar dhe më thanë ndjenja nën, e kupton se duhet shumë sakrificë për fëmijët. 24 orë nuk dalin, por ja dalë sepse ashtot me vajzat e mia, ato janë, sidomos se vajza madhe, tani e kam sikur, do të thënë, si kolege, më ta quajmë vajza. Edhe non-stop e kam sikur një përkrahje shumë të madhe për çdo sen, më shumë tash komunikoj me to për çdo sen, për zgjedhje, për çdo sen e kam vjetën veç me vajza. Po ti me Janinën vishin e për letrare me karrocë. Po. Kur dëshirojmë me ta kthyer Janinën e vogël, derisa ti lexoje, na ke lënë edhe ne. Po. Shumë e vërtetë. Njonët me e sot për fat, sonte, i lash të vjen shpe, vajzën e madhe kam se shoqe, tash. Shoqe. Po. Përndryshe, Janina është duke shkuar hapave të mamit. E ka një ndërdet Buna, Janina. E kom mendën se Janina është pianiste e mirë, e mrekullueshme. Ma mirë se tje dhe se babi. Po shumë. Buna, hajde nga libri ytë, lexon e një vjesh. Po. Përshëndetje për të gjithë. Vjershen që kam zgjedhur për të lexuar titullohet Lulet e kopshtit tim. Lulet e kopshtit tim me petale plot gjelbrim, lullzojnë çdo ditë e mbushin, oborin plot shkëlqim. Lulet me aromë të mirë, i mbledh dhe i tufozoj, me shenjë dashurie, mamet t'ia dhuroj. Matja i me Lila. Ta ka shku Buna, apo kush ka shku libër? Unë. Ati bravo. Nga familja, veç e Fernadele dhe Murinë. Pojnës. Fernadele një poet e mirë. Faleminderit Buna. Çka kishte me thënë mami nëse ta ka lënë Buna më vonë? Është kënaqësi për prindin sidomos. Buna është mirët me shumë aktivitete dhe ja ka fillu shpresoj që në të ardhmen ka me vazhdu me shkrime. Kështu po më befason se ka fillu me shkruajtje tregime gjata, ka një farë lloj imagjinate për kështu të madhe, nuk e di.
Vlora, ti ke kryer 2 fakultete. Po, gjuhë dhe letërsi shqipe, po dhe letërsi shqipe master në Prishtinë. Dhe je pa punë. Po, e pa punë. Po ajo. Po, e din gjë. Hajde edhe një vjesht të dëgjoj. Poezia ime, të cilën e kam përzgjedhur ta lexoj për herë të dytë, titullohet Ekziston. Ekziston një lot që rrëshqet dhe një zemër që rrethërret. Ekziston një gjysmë gote e mbushur me raki dhe një shpirt mbush plot mërzi. Ekziston një han e plot dhe një det mbush me dall plot. Një natë plot me errësirë dhe një shkëm që vala për bim. Ekziston dhe një yll, një diell, ekziston dhe i fundmi qiell. Ekziston një ag, një perëndim dhe një radhë për namshim. Faleminderit. Faleminderit, Vlora. Për të dim kur ki fillu poezinë e parë të shkruash? Kam filluar të shkruaj tash shumë herë në shkollë fillore, por është karakteristike për shkrimet e mia se nuk kam pasur domethënë vetbesim apo guxim të shfaq, t'ia lexoj dikujt një varg timin. Dhe kanë qenë vetorët e mia të mbushura sidomos shkollës mesme me vargje të ndryshme. Dhe ndoshta kanë ndikuar edhe këta shkrimtar klasik se I kam dashur domethënë me shpirt që ta shpreha, sidomos Martin Caman, dhe kanë ndikuar shumë se tash më kam domethënë shkruaj në gegnesht, dialektin geg që e dua shumë. Dhe kështu, kam filluar me poezi shumë herët, por jam paraqit si the edhe këm shpërthy më thojza shumë vonë për shkak se kështu, ndoshta guximi vetbesimi I kam për këtë punë. Unë e kum lezu shumë poezit Vlorës dhe një mbrëmje bus Lumbardit, po jo vetëm unë, po edhe ndjerja me të gashit, po thonë, pse që zvohen, ku I ki pas poezit shumë të mira, pse ka mungu vetë besimi, pse ki prit. Ndoshta nuk e di. Edhe është interesant se tek poezia është përveç që më ka pa bërë gruat fort, për thamë, më herë kam qenë vajzë fort, tash gruat fort, mi ka pësyt, për thamë, këtë prapë thojza, përmes më thonë me pa botën pak më ndryshe, dhe nuk kam pas guxim për shkak se kanë qenë, domethënë sistemi pak më ndryshe ka qenë atëherë, shkollat dhe nuk kam pas shumë domethënë edhe rrjetet sociale, tash kam filluar dhe kam të marr pjesë në për konkurse letrare, në për gjithë dokun, domethënë në antologji ndryshme, grupa autorësh, libra të ndryshëm, elemente të ndryshme, aktivitete ndryshme që bëhen sidomos në Prizren, e kështu me radhë A mund të them publiku një sekret që shpërthy kur u bërë nën? Po, është shumë e vërtetë është. Nuk e di, ka qenë momentale, kam poezin time të parë, që më e ka lexuar motra ime, dhe është interesant se ta kam treguar një herë, po ta tregoj prapë. Po, për arsye se e kam treguar në Viber, thash Vjollca kam, Vjollca apo pëlqen poezia, po ta kush e ka shkruar, tash e ka shkruar, tash e kam shkruar. Mandej tha, jo, se është shumë, nuk ka qysh me shku ti. Une mandej postova në Facebook, pra ati momente kam fillu me postu edhe jam përqu shumë publikimet e mija, gjithësan që edhe çmimet normal që kam marrë disa herë çmime. Me të njofshëm jo. Me të njofshëm jo se kam marrë në përqytet ndryshme, domethënë Kosovës, edhe kam në finalit, sidomos Mula është një në Shkodër është një organizatë si me quajtë, është gratë frymojnë ndryshe dhe kam qenë finaliste dhe shumë ka patë më thonë krenar për që kam qenë aty pjese me një poezi gegnesh që më kalon shumë përshtypje, ajo eveniment. Vlora, edhe më herët më të dërgu, sa ke përkraje e din nga burri? I cili gjithërë është I zonë me kamerë me incizim. Për kraja kryesore për I burrit, normal, për I bashkëshortit. Më si lavdoj shumë, ljudna. Po se, nuk po lavdoj, por mos më pasqen ajo nuk të di. Më përkra shumë, po të ashtë normal, është zona dorë, ne shqiptarët e kemi ato. Vlora, thash se ke shpërthy me poezi, jo vetëm në rrjetet sociale dhe në shumë konkurse. Edhe më ka ndodhur shpesh të dëgjoj të pyet ku ka qenë më herët kjo vajzë. Thash ka qenë Shadërvan. Po, të pyet. Tu ujtë Shadërvanit. Me të vërtet nuk kam fjalë për shkruaj se çfarë përjetojmë ne kur shkojmë për orë letrare, mendojmë se
poetja duhet me qenë 50, 60, 70 vjeçare, duhet të ketë një emën e tjerë. Mirë po fati në prezent, jo vetëm Vlorën, kemi mjaft poetet të mira dhe mjaft poetë të mirë të cilët presin atë kohën, atë momentin tyre të dalin në shesh. Unë me qenë që promovimi i librit, do të lësë edhe një poezit në lexosh. Pasi që tash gëgnesh të shkruaj, dua të lexoj poezinë Dashnin Arrueshin në Shami, tash më kuptim. Sa problem. I pakuj Vlora. Okej. Po. Baro dëgjoj, s'është problem. Edhe njërë titulli? Dashnin Arrueshin në Shami tash. Ndje se ka pak emocione, mirë po e falim sepse i ka poezit e bukur. Po, këtë poezi e kam shkruar shumë kohë më parë dhe është në gegnesh, në dialektin geg, të cilën e du shumë dhe gjitha poezit e mia gati janë në dialektin geg. Dashnin Arrueshin Shami. Të lidhër kërcu në lokja, na i përkunde andrat njep, tu na i lëkëndu një nullat kryueme në Shamin e bardh. Të lidhën për trungun e jetës, të mësu me daun e ahut. Le shumë shtatin në lëndinat vlerta, mbush me erë dashniet shendja. Njashtu, si djeli që në ngro, në behar, nana në ngro të duart bron nga dimët e atësartësinve terta të shpirtit. Nana, me atë zotë të ambël, në mbil të rrëdhbatre, tu na i thurt uratat, kryume në Shamin e bardh. Faleminderit. Ideja ime ka qenë që sonte, me qenë se është promovimi i librit të Vlorës, më shumë të dëgjojmë poezi, më pak Vlorë, se më duket do të më kapro edhe njëri. Mund është edhe pak ujë, nëse nuk është e rapar se ka emocione. Qëtë kemi pas emocione, mirë po kënaqësi është të kemi mysafirë, Vlora. Në thuaj, kreu fakultetin, masterin dhe do të vazhdojnë më të tje? Me poezi po kështot më ndje konkursët. Jo. Se jam demoralizu dhe nuk po më duhet ma. Ja, mos e demoraliza. Pyte motrën, mundesh me pyte vjotën. Kjo bukuroshe e mirë aty, për pat librin e parë, thash puna është e vërtet që i ka poezit ka shmira. Nuk e ka kupju mamën, se mama ka një stil prej tjetër. Pse, thashtë pak më parë, 70% të poezive tua janë të shkurta. Ti simbole dhe kryn që të në leneve me mendu pasaj qka ka dash me thonë. Po e thotë gjithën ti, janë poezi moderne, po mundona me arrit aty ku duhet. Dhe më thënë se një poet, një krijues, kur nuk duhet t'ja t'i knoqur me vetveten. Unë çdo herë kam filluar të shkruaj me rima si zakonisht ne, po mandej duke lexuar se nuk e di ndikimi i këtyre autorëve, domethënë tu në përgjithësi edhe shqiptar, sidomos, unë kam disa poet shumë që i lexoj. Edhe normal që kanë një farë jam i përmzuar për tyre. Dhe dua që të mos vazhdoj me rima klasike, domethënë me atë vargun tradicional, sepse nuk më lën përshtypje, po dua çdo poezi bre ndonjëherë vetëm mesazhe 2-3 vargje që lexoj ti si i publikoj dhe ato japin domosdoshmë ndërthejnë shumë mesazh. Kanë mesazh të fortë. Kanë mesazh të fortë me shumë me pak fjala lakonike, janë eliptike, po se i mungon domethënë disa pjesë të fjali ato, fjalëve fashëm. Edhe domethënë që dua që çdo herë që dikush të lexojë një poezi timën, ta ka pa të farë thelbin. Unë jam të përgatit librin tim të dytë, por nuk e kam asnjë poezi kështu të shkurt me mesazh që është, po e kam libër, ky libri me poezi është normal me ndryshe është pak. Tash kam filluar, po them një herë, kam filluar të piqem dhe të them. Do të ketë poezi në alfabetin grek?
Jo, Gegnisht. Kameqani ndoam 2 pjesë, standard normal si zakonisht ne, e shkruajmë, por edhe gegnisht, do të thonë është ndoam në tash ta shikojmë redaktimin si bëhet, por mendoj që 2 pjesë, e për gegnisht është një dialekt apo një, do të them një gjuhë se duhet gjithmonë i them gjuhën nënës. Është një gjuhë që ma kënaq shpirtin dhe gjithmonë pa shkruar diçka gegnisht, nuk e di, nuk mundem. Ama tepër të kënaq shpirtin, dialekti geg, apo ujana në pjana? Janina. Po, Janina, po, normal, ajo ka fillu tash, do më thënë është klasën e 2 të shkollës muzikës, e kështu që mendoj që ka më po një pianiste mirë se shumë e do muzikën, edhe kështu të Buna, ata lëm mamën për shën pak edhe një vjesht zësh. Po. Vjeshën tjetër që e kam përzgjedhur, ta lexoj është Gjyshi, pasi edhe ai është i pranishëm këtu. Aja të. Gjyshi em është muzikant, veglat muzikore i ardhuron, sa herë mblidhemi një parë mbesa, melodi të bukura për ne krijon, sa shumë që e dua, unë gjyshin tim, për shqesh në adhuron buzëqish e gëzim. Falenderit shumë, rrëvsh Buna. Gjyshin, te ke shkru për gjyshin veç? Për gjyshin, jo. Kam shkru, kam një poezi, është titulluar, nuk kam këtë libër dhe shumë e bukur, Katuni i babës, edhe sa e ka pas ta shkruajt në shotin tan, Korish. Edhe shpesh herë mder aty në Facebook, edhe me të vërtetë është një ndër poezi që e dua shumë ti për është në gegnesht, edhe aq bukur ka dalë. Është do të thash shprehje, dashuria për vendinën time dhe babin normal. Disa një strofë mundesh më në thonë. Katuni i babës, jo nuk më kujtohet se... Nuk kujtohet Katuni i babit apo poezia? Poezia s'm kujtohet. Mirë. Vlora, ke mjaft poezi, kum pa, ke poezi për 5-6 libra. I kum lexu shumicën. Pse vetëm një libër, pse s'bën edhe një libër tjetër? A nuk ngutesh? Unë asnjëherë nuk ngutem për shkak se nuk mundem, domethënë kam të shih çdo sa tjetër për sosor. Ma herët ka qenë pak më ndryshe, kurse tash po i marr poezitë e mia për i punoj, domethënë non stop po mirë me to se nuk po më pëlqej, nuk jam e kënaqur, derisa të arrin finale, domethënë po shikoj çdo detaj, çdo varg, edhe pse po publikoj në Facebook, normal në rrjetet sociale, asnjëherë, domethënë të tjerat i përpunoj, i ripërpunoj non stop, nuk mundem me qenë e kënaqur asnjëherë derisa të arrin finalen. Se di se shkrimtari poeti është sikur arkitekti mendje se duhet me zbulu ato fargjonat e bukura që vjen për jashtë. Arkitekti nuk gabon, arkitekti rrezohet ndërtesë, zoti na ruaj, mirë po. Disa herë kum pyet, e kum lexuar një poezi tonë, kur këna pas ta kem letrar, ka ndryshuar poezi. Ti gjithmonë, jo gjithmonë, po shpesh herë ti ki dyshim në poezinë tonë. Do shta po mendoj me për krymën, me arrit. Do shta po edhe akoma nuk jam aty. Sepse është sikur një skulptor që e gdhen gurin edhe desa dhe rrinë formën, e unë akoma nuk kam rritë e forma ime që dua, kem ashtu. Se i kam unë shkrimtarët e me që i adhuraj, si kjo është, kam qërë të huaj edhe... Ndëgjues, mi po shmimet për vinë, dhe kur merë në një shmim, qaros, babin apo... Babin qaros muse. A qaros ty? Dile dhe sot. Qaros. Babi me nëzi që prajtë më na, pas kështu të suksesh me të kolem. Unë këm pas rasën disert, bajdhemi që une me Vlorën, me të utën, me shumë poetët tona që me të vërtet e meritojnë. Dhe Vlora shpresojmë me di që e ka në dorë, në dorë shkrim, librën e dytë, por s'pëngutët, shpresojmë që sa ma shpejt të lexojmë qatë libër, pastaj edhe tretin, edhe katërtin, pestin, natyrisht edhe Buna, hajde edhe një vjesht lutën, kaleja mamit.
lexoj librin. Lexoj s'ka libër, që mundon. Poezia e tretë titullohet Libri. Libri jam i dashur, shoku e besnik, gjithmonë të kam pranë, të mbaj në jashtëk. Në ty unë lexoj tregime e poezi, mendjen e ushej e marr dituri. Faleminderit. Faleminderit, Luna. E kam lexuar këtë vjesh dhe s'kam pyet tash për të pyes para që dhe a mund të libra në jashtëk? Në jashtëk kam jashtëk, po. Libra po. Libra është pjesë e pandashme e jetës time. Edhe vajzat tash kanë filluar se janë të regjistruar me bibliotekë të qytetit, që kemi mbrapa. Dhe lexoj shumë. Përgjithësi jemi çdo herë me libra në dorë. Gjithherë me libra. Po. A ma shumë të qenë një përqet me lulja një libër? Jo, një libër gjithmonë. Dorë ata ma mirë nuk e di. Atëherë, keni ki këtu për miqve, për familjes, më si bleni ma buqeta me lulje, po ndo një libër. Interesant është, ka ofër 40 vjetë, pa të shkru një reportash për Suboticën, Vojvodin, ku të sëmurit, pa duke ku i kanë vizitu, kanë qu dhërat libër. Edhe pa të po një reportash e fillun disa më pytë. Adin në spitalet tona, kështine kur sa kile banane, sa pulja, sa në dërgojnë. Me të vërdet, me qenë së dhe në pjesë e librit, pjesë e shkrimeve, libri ka të peshën e vetë, e ka të bukurin e vetë. Libri është qoftë 100 faqe, 200, 300. Libri është miku për mu, miku më i mirë, në falni, miku më i mirë i njeriut. Libri rinë në rjashtyk, rinë në vitrinë, rinë në tryes ku punohet, rinë në bibliotek, në librari, dhe nuk flet, interesant është nuk flet, nuk kërkon asë gjë, asë buk, asë uj, asë penzion, asë me qenë e parti politike, vetëm të shfletohet libri në këto kohrat të vështira të tranzicionit, të demokracisë, në këto kohrat të përparimit të teknikës me rjetët sociale. Dje dëgjova nga një qytetar, i tha një miku tim nga Qamëria, që kishë ekspozu këto librat vetë, tha, lezoj libër se kom telefonin, hi në internet, edhe lezoj libër, tha sholat prishtë të telefoni, edhe tha joj, më zëfal ashtu, tha shpo, telefonin e telefon, pas knatësi, telefonin dush me mbush, me rrym, telefonin dush me pas internet, telefonin ka telashe, telefonin, mu kur të më prishtë dhe kom djenë që më dimojnë, sepse pritej mu marrë me të. E libri nuk prishët, libri qëndran, libri shpletohet, dhe është lizet kur njeriu i shpleton faqet dhe lexon dhe knaqet. Në libër e gjejmë një botë tjetër. Në libër jetojmë me atë që ka na sjell poeti apo shkrimtari. Libri është një dokument që jemi në Evropë, që ne i kemi dhënë shkronja, i kemi dhënë kulturë e Evropës. Mirë po, leximi i pakt dhe studimet e pakta kanë ndikuar që ne kemi young Europeans, nëse kujtohet vitet 2000 fletërëshën do germa young Europeans. Dhe i tregum Evropës jemi Europian 3, jo nuk ishim Europian 3. Ne kemi pas, ne isim nga meshare, shumë libra tjerë, të cilat janë begatia dhe tradita jonë. Vlera për dashuri. Me që se nuk e ke burin këtu, e ke shuna i poezi? Për dashuri po gjysmën. Në lezën jo? Nuk e shoha gjënë. Baba po në kisë në gjanë mirë, Baba së në gjanë mirë, që i shumë. Sa vetëm jo kështu që është për... nëse gëgnesht për gëgnesht. Po rezoj gëgnesht se pika ime do të shkjellë në
titullohet me të pas ngat. Me të pas ngat e me tangu atë roje zemre. Sa herë që digjet në kraruar, si digjen gocat në prushin e qerepit zi. Kur përmendim emnin tem, ndërtuem për shkëndia shmallesh. O krya? Unë e thash. Po ka se ke gnisht është Masi. sa emocionuar. Me qenë se është promovim, me qenë se i dëgjuam vargjet e Vlorës dhe të Bunës, ka dikush të pyet diç apo të flet diç për poezinë e Vlorës? Mirë, atëherë do të flas unë. Vlora urime për këtë libër, urime faleminderit që jo vetëm sonde, po që edhe në orë të ndryshme dhe takimet letore në begaton bashkë me shumë kolegë tjerë të uroj shëndet dhe natyrisht edhe shumë libra të tjerë. Por unë së ta kryj vetëm me ty, do të thras punën edhe një vjesh, se për nduket gjyshi u bogati me të dhuru diçka. Hajde punë. Për lexoj vjershën Matja ime Lila, pasi edhe libri titullohet. Matja ime Lila, unë los bashkë me të, ajo më ledhaton, sa herë shkoj në fshat, mua më shoqëron. Ajo më pret e dera, me sy më vështron, me bish më jep sinjalin, ushqimin më kërkon. Është dhe ngrinda vete, në përkop zhvarpan, me mustaqet e gjata minjet i kërkon. Pra, miq të nderuar bashkëqytetarë dhe rusë librit, të përfundojmë pjesën e parë, e përfundova me Bunën, sepse do të vazhdojmë me Vlorën edhe të herave tjera. Vlora, faleminderit që erdhe. Kemi pjesën e dytë, do ta kemi një publicist nga Tirana me Tursken, po do të bëjmë një pauzë 5 minuta. Mos heqni, ju lutem. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi.